për shtyrjen e kontratës së administrimit dhe financimit të shoqërisë flamurtare Futboll Klub SHA, kemi pas një propozim nga 5 këshilltar të Këshillit Bashkiak. Këshilli Bashkiak i Vlorës mori parasysh propozimin e 5 këshilltarëve bashkiak Grigor Dede, Briken Asika, Edison Kapaj, Bujar Osmani dhe Lorel Sanaj, të cilët i propozuan Këshillit dhe Administratës së Bashkisë projekt vendimin për të shtyrë pa afat deri në privatizim kontratën që kompani turke dhe përfaqësuesi i tyre Sinan Idrizi ka me Bashkinë e Vlorës. Me 28 vota pro, 5 kundër dhe 2 abstenim, Këshilli Bashkiak miratoi shtyrjen e kontratës. Antari i bordit që përfaqëson Këshillin Bashkiak në klubin e futbollit flamurtari, Endri Hyseni, tha se në pritje të procedurës së privatizimit dhe përfundimit të saj, është kërkuar që kontrata të shtyhet pa afat. Edhe këtë vit është kërkuar nga administrimi i shoqërisë flamurtare Futboll Klub SHA, vjushmëria e kontratës së administrimit dhe financimit të kësaj shoqërie me fonde dhe kapitale të vetat, me argumentin se është në pritje të procedurës së privatizimit, e cila është një procedurë, le të themi, duhet thënë, theksuar që ka filluar nga administrata e bashkisë, është kontraktuar një firmë audituese e cila është duke bërë vlerësime të gjitha aksioneve të shoqërisë. Është një proces i cili ende nuk ka përfunduar, ndodhur në këto kushte duke qenë se jemi dhe përballë nisjes së garës së rreth sportive vitit kalendarik 2025-2026, referuar dhe rezultateve sportive të cilave të ka arritur shoqëria flamurtare Futboll Klub SHA, është kërkuar shtyrja e afatit të kontratës së administrimit deri në momentin e përfundimit të procedurave të privatizimit dhe daljes në ankan për shitjen e aksioneve të kësaj shoqërie. Kryetari i Bashkisë së Vlorës Ermal Dredha tha se më në fund flamurtari shkoi aty ku e ka vendin dhe për këtë të gjithë jemi krenar. Ndaj sipas Dredhës, shtyrja e kontratës është shumë e rëndësishme, pasi Bashkia e Vlorës prej vitesh nuk ka dhënë asnjë fond për klubin e futbollit flamurtari. Sepse më në fund flamurtari shkoi aty ku e ka vendin. Po se ti thjesht sa krenar jam unë për flamurtarin. E tjetra, që si e shikojnë. Patjetër. Dhe çfarë shikojnë si shumë pozitive, të paktën po bëhet një investim aty që prapë mbetet për stadiumin edhe për. Po kush e vën të shtyrë? Edhe nuk ka asnjë dëm financiar dhe nëse po ja përshkretim asnjë shpenzim vet, asnjë financë. Po kryetar, nuk vjen atë shtyrë. Derisa të marrë procedura jemi detyruar se s'do lëm flamurtari pa luajtur. Kjo është gjithë që. Po edhe vjet ashtu ishte. Patjetër. Pra, ne kemi bërë një do të dish me auditusin, me gjithë se ne kemi ushtruar presion gjithkohës. Nuk keni për auditim, keni për vlerësim. Po prapë. Jo, është tjetër auditim. Po, edhe ne jemi duke parë të gjitha detajet, sepse edhe kur të shkojmë, duhet jemi shumë profesional në atë që paraqesim në këshill. Nuk mund të vim me informacion të përgjysmuar. Antari i Këshillit Bashkiak të Vlorës ish futbollisti i flamurtarit Sokol Kushta theksoi se nga vjet nuk ka ndryshuar asgjë sa i përket menaxhimit të flamurtarit. Vjet nuk ka ndryshuar asgjë, kryetar. Është e njëjta retorik. Unë votova vjet me krenari për flamurtarin që të del në ligën superiore. Pse nuk votova kundra? Se më dhatë fjalën ju. Flamurtari nëse ka njëri që i dhëm më shumë nga të gjithë jeti, se je pjesë e historisë. Nuk do ta mendoja kur që Sokol Kushta mos t'i jepte një shans ekipit me të cilin ka krijuar emrin, jo ekipit. Në moment që ka njerëz që përdorin flamurtarin për veprime të tjera, unë jam i detyruar të ndërhyj, unë jam dhe këshilltar. Ne jemi në Vlorë, ecim ditë natë. Vlora është shumë e prekshme në këtë drejtim. Ajo është e padiskutuar dhe mirë. Më tej është diskutuar mes këshilltarëve, ku nuk kanë munguar as debatet. Po kryetare, nuk ma ktheve në 6 muaj përse nuk ka dalë në ankan. Të ishë në të qetë. Pra duhet përfundoj procedura, vlerësimi dhe në gjitha. Po vlerësimi mbaroj për 2 muaj. S'ka përfunduar. Jemi përballë faktit që s'ka përfunduar. Jemi në të njëjtat kushte siç ishin vitin e kaluar dhe nuk e kuptoj pse nuk ka përfunduar ende dhe nuk kemi bashkëlidhur këtij projekt vendimi dhe këtij relacioni, nuk kemi një argument se pse nuk ka mbaruar akoma vlerësimi financiar sa i përket procedurës së nxjerrjes në ankan dhe privatizimit përfundimtar të flamurtarit për të hequr pastaj nga veshët e qytetarëve vlonjat këto
gjërat e mëdha që kanë bërë këta që administrojnë flamurtarin, që për opinionin tim personal dhe jam shumë i bindur për gjithë ata që e shikojnë qetësisht edhe pa emocione, kanë bërë gjë më të keqe deri tani për flamurtarin, pavarësisht se sa është ngjitur në superiore. Pra ne gëzojmë që flamurtari është ngjitur një kategori dhe ka shkuar në kategorinë superiore, kur ndërkohë flamurtarit i takon që të jetë në kategorinë superiore, ka qenë gjithmonë në kategorinë superiore, ka qenë gjithmonë kompetitiv dhe ka synuar majat e futbollit shqiptar, edhe aty europian, me shembuj historik. Ne nuk e kuptoj pse duhet jemi të gëzuar ne që flamurtari që kanë ngjitur në kategorinë superiore pasi kanë ndërtuar një 7-8 vjet në kategoritë inferiore. I Komisionit Juridik kemi një vlerë paraprake, por dhe audituesi ligjor, edhe kompania audituese janë shprehur me rezerva për sa i përket debis, që do të thotë i gjithë informacioni nuk është sakt. Nga ana jon, po përdorin të gjithë. Dator gjë. I plot, fal se po nuk është i plot. Për këtë arsye, po marrim të gjithë, po përdorim gjithë mekanizmat për të saktësuar shumën, që raporti do të sjellë për miratim. Pra këto duhet ju, qa po bëni? Qa mekanizma po ndiqni juve që të kontaktoj me kompaninë dhe me ato shoqëritë përmbarimore, të cilat po të shikoni janë të shprehura tek ekstrakti, janë disa detyrime që nuk janë të pasqyruar në pasqyrat financiare. Ne s'kemi asnjë pasqyrë financiare, ne s'kemi informacionin përkatës. Zoti Hyseni, përfaqësuesi i Këshillit Bashkiak, si antar i Këshillit Mbikëqyrës, e ka detyrim të bie çdo 3 muaj një raport. Ne nuk dim çfarë bëhet me këtë klub. Nuk e kemi idem fare. Më thot, Doriani thot që shiko, do të vinte ajo pasqyra financiare, por janë disa detaje të paqarta. Po mos ta kishte kjo firmë, po ta kishte Bashkia Vlorë, që të gjithë këtu e kuptojnë që do ishin në këtë qytetin tonë, do ishin më pak investime në infrastrukturë, do ishin më pak të përkthyera në shërbime, kështu që duke qenë se Bashkia Vlorë nuk ka asnjë lloj investimi, qoftë edhe në këtë rekonstruksionin madhështor që është duke bërë në stadium, po edhe në terrenet sportiv, kostu e Bashkisë Vlorë është zero. Studia e auditimit që është lokale, të merret një studio shtesë që të jetë studio më e madhe, të jetë Deloitte, KPMG, kush mund të jetë nga këta, që të bëjë një raport më të audituar, sepse ata do auditojnë 30 vjet, 20 vjet, 15 vjet, nuk e di sa do jetë koha auditimit. Pasi mos ta mbyllim gjën lokalisht, se po e mbyllim gjën lokalisht do ngelemi në kuadrin lokalisht. Unë jam dakord që t'i shtyhet pa afat. Sepse po bëjmë një muhabet vit për vit, edhe po turprohemi, po dëgjojmë gjërat historira, po dëgjojmë gjërat llafe, le t'i shtyhet pa afat. Siç e ka nisur ta bitisi atë pjesë edhe të vejnë finale. Kur të privatizohet, shkëputet pastaj pjesa e afatit. 28 pro, 5 kundra, 1 abstenim, 2 abstenim, asnjë nuk mbeti pa votuar, kështu që miratohet. Megjithatë, në fund, me shumicën e votave, Këshilli Bashkiak i ka hapur rrugën shtyrjes pa afat të kontratës që kompanitë turke kanë me Bashkinë e Vlorës për administrimin e klubit të futbollit flamurtari.